Atëherë po bëjmë leximin e shenjës së shigjetarit. Çfarë kanë vendosur shigjetarët të ndryshojnë në jetën e tyre, si në lidhjen e marrëdhënies, në dashuri, në financa, në punësim, ose plane dhe ide të cilat ato kanë rezonuar të kenë këtë javë në muajin gusht. Shoh që meshkujt janë në dy fasada të akullta, ose më saktë janë duke menduar dhe sugjeruar çfarë do ndodh me to dhe si do realizojnë qëllimet dhe idetë e tyre në jetën aktive që ato kanë. Mendoj se janë duke studiuar hapat e tyre më mirë. Identiteti femër është duke përmbushur qëllimet e saj, po qëndron me heshtjen dhe duke parë veprimet dhe idetë të cilat do realizohen tek jetesa e saj. Mendoj se i ka ardhur një moment qetësie dhe një moment pauze, duke parë situatat më me imtësi se çfarë do rezonojë kjo javë tek ata. Shoh që personat e identitetit mashkull mendoj që bota e tyre do jetë një sferë pak a shumë dhe janë bërë si të akullt këtë kohë. Gjërat e tyre po i marrin më me lehtësi, pavarësisht sfidës që kanë ndikuar kjo javë, kanë pasur javë e kaluar ose më saktë para një muaji, te këto kanë ndikuar një forcë jo e mirëqenë brenda tyre, kanë pasur një lohatje të brendësisë në balancë, humori, emocionet kanë qenë pak si të vrara, kanë ndikuar dhe një gjendje psikologjike pak e rënduar, ka kaluar një sfidë të cilët ka dominuar në jetën e tyre. Gjithsesi, mendoj se gjërat rreth tyre po vijnë duke u ndryshuar. Janë 3 fasada jetese, do përballen me 3 fasadat ose 3 pika kryesore në jetën e tyre që do ndryshojnë hapat si në pikpamjet që ato kanë vendosur për të kaluar jetën. Pikpamjet kanë menduar që të jenë në anën profesionale, të ngritjen në detyrët e tyre, mendojnë që të arrinë majrat e suksesit, si dhe të jenë të plotësuar në marrëdhënien e dashurisë. Dashuria ka qenë e lëkundur këtë kohë. Identiteti femër po qëndron e heshtur dhe pasigurt për të arritur pjesën e dashurisë, pas një kornize të akullt dhe përsëri ndjen frikën, nuk dëshiron që të përsëriten të njëjtat modele sjellje tek pjesa e dashurisë, po qëndron si pas një pasqyre të cilat ajo e konkretizon vetveten, por meshkujt të kohë do triumfojnë në lidhjen e dashurisë, do të kamuflojnë dashurinë dhe pjesën e performancës në profesionin e tyre. Por do përmbushin të qëllime dhe këto ide, mendojnë të kenë një udhëtim dhe ky udhëtim do t'i bëjë më kreativ, më pjesën e më të mirë të dashurisë, do mendojnë më tepër për vetveten pak, sepse këto kohë ato kanë lënë veten e tyre jo në prizmin që e kanë lënë që s'duan të merren në lidhje, por e kanë lënë në pjesë të heshtjes që gjërat të vinë me kohën e dur dhe në momentin e dur. Realisht do ndikoj pjesa që meshkujt do mendojnë më tepër për mbushjen e pasurisë, të kenë një ardhshmëri më të madhe dhe ju pëlqen vetvetja që të tregojnë atë çfarë ato e kanë mbajtur fshehur gjatë gjithë kësaj kohe, nuk duan të jenë më në atë guackën e tyre të mënjanuar. Atëherë do përzgjedhim 3 mesazhe të cilat do ndikojnë në shenjën e shigjetarit, të cilat do rezonojnë në këtë gujt astrologjike universale, do mendojmë cilat do jenë këto 3 mesazhe që do përzgjedhen. Atëherë femrat do mendojnë për vetveten të jenë vigjilente dhe nuk do lejojnë persona toksik ose negativ të ndërhyjnë në marrëdhënien e tyre, qoftë në dashuri apo qoftë në punësimin e tyre, në jetën aktive të tyre, do jenë pak më të tërhequra. Mesazhi i tretë është mesazhi i dytë është që tek identiteti femër duan të dëshirojnë familjen, të kenë familje. Femrat ose më saktë identiteti femrave dëshirojnë që të jetë brenda një familje, të krijojnë një familje, ose marrëdhënia brenda familjes të jetë e konsoliduar, të ketë atë përmbushje në gjithçkaje në jetën e tyre, të jenë si pasqyra duke i parë gjërat në heshtjen e tyre dhe në frytet e tyre. Mesazhi i tretë shikoj që meshkujt do të jenë si mburoje pa lëkundur në mendime, në veprime, do ndikojnë, do mendojnë një strategji
e përdorimit të shumë armëve të tyre, domethënë dhe jetë inteligjenca, dhe jetë forca, dhe jetë pushteti. Të shpresoj që të kem përcjell një mesazh të fuqishëm drejt jush. Nëse kjo gujt për universale të kjo do rezonoj dhe kërkoni të njihni më tepër botën tuaj, të shikoni çfarë do rezonoj në personalitet të kjo, ju ftoj të kontaktoni në privatësi për të rezonuar një lexim personal. Uroj dhe shpresoj gjërat më të mira të jenë tek kjo.